E kur I referojmë sportit, sidomos merita këtyre garave ndërkombëtare të aeronautikës, jemi mirë. Edicioni 9 ka nisur dje. Që I bjen gati një dekadë që ne po merremi me gara ndërkombëtare dhe atë të aeronautikës, të cilat organizohen nga Kastrioti Open Air 2026, e cila këtë vit, pra si që thame, shënon edicionin e 9, ndërsa në të njëjtin slogan në këtë garë janë paraqit gjithsej 120 pilot nga vendet ndryshme të botës. Gara ka fillu dje, do të jetë sot, do të zgjas deri me 17 maj. Nuk e di era jon ja kthej deltaplanin zotrisë që kemi ftuar në studio dhe erdhi këtu me shumë angazhimeve, natyrisht është kryetari I Federatës Aeronautikës së Kosovës, Avnik Kuqi, që ne falenderojmë dhe shqyqyr që kishte pak era. Merita si themi. E morëm pak nga terreni. Donë se ju atje shumë përshtatshëm e pas erë, por për të na informuar për një ngjarje interesante dhe të veçantë e cila mbahet edhe këtë si vjet në vendin tonë. Mirë se erdhe, Avni. Përshëndetje, mirë se u gjej. Faleminderit. Si nisët garën? Ti bëjmë një rezime që pse kemi arrit deri këtu në këto pothuajse një dekadë në organizimin e garave ndërkombëtare. Ky është edicioni jubilar I kampionatit kombëtar shqiptar mes Shqipërisë dhe Kosovës, ku ne garojmë mes vetes si kampionat faktikisht, përveç kampionatit ton shtetëror që organizojmë një ditor ashtu. Ky është edhe kampionati I 15 me radhë I kampionatit kombëtar shqiptar. Dhe ne ulemi që në fillim të vitit I caktojmë datat për garat që cilat duhet të zhvillohen për një edicion. Zakonisht I bëjmë deri në 6 deri në 7 seri në vit. Patjetër që ne do të jemi edhe pjesë edhe Kosova e kësaj serie për organizimin e garave, për plotësimin e këtyre serive, kam fjalën për zhvillimin e garave paragliding në disiplinën precizion, po edhe në disciplina tjera, për jo vetëm në precizion. Kështu që edhe Kastrioti, klubi Shqiponjat e Kastriotit faktikisht, që janë nga Obelishe, zakonisht kam pas interesim për organizimin e etapave kombëtare. I bie që ne kur të bëjmë garë kombëtare, I lajmërojmë në federatën ndërkombëtare aty ku janë ato kalendarat që shihen gjithkund për botë, secili që hyn në atë webfaqen tonë ku janë të lajmëruar në garat. Ky edicion I 9 ka marrë shumë pilot, ka marrë shumë, janë 120 lajmëruar, 120, 125, 95 vetëm po marrin pjesë që e kanë konfirmuar. Që është numër goxha I lartë. Diku rreth 25 shtete vendeve të ndryshme, në slasë janë edhe nga Azia faktikisht, kemi edhe nga Kina, nga Korea, po kjo neve na bën që të vizitohemi faktikisht nga shumë vende, përveç një formë që kemi detyrim Kosova dhe Shqipëria, vizitohemi për shkak të arritjeve tona. Na që nga pranimi I federatës tonë në federatën ndërkombëtare që u dash pas pavarësimit të Kosovës të aplikojmë për me u antarësu si member, si përfaqësues të federatën ndërkombëtare, kemi shku hap pas hapi. Normalisht fillimi është nga fundi, aty do të jetë për arsye se je member I ri, je përfaqësues I ri, dhe kemi arritur që këto 2 vitet e fundit jemi në top 2 ose 3 në vendin në renditjen e përgjithshme botërore. Për momentin jemi edhe në shumë e lartë dhe shumë e shpejtë. Ne kemi pasur disa. Ne kemi pa që kemi shku me një formë që unë si udhëhes I asaj kohe isha I kësaj discipline tash I federatës në tërësi, që vetëm pjesëmarrja nuk më mjafton. Jo, kështu që për fillim mjafton që me u njoft me garën ndërkombëtare se çfarë janë procedurat, përveç asaj pjesëmarrjes në garë duhet edhe për të shehë edhe procedurat e një organizimi garë ndërkombëtare, cilat janë kushtet të cilat duhet të plotësohen. Kështu që hap pas hapi kemi arrit super, vendin e 10, po edhe vendin e 10 nuk mjafton, nuk jenë top. I bie edhe kemi bërë një strategji që kemi më shumë trajnime, për shkak se kjo paragliding je në plotërim dhe duhet të arrish në cak në centimetër, në zero faktikisht, ku ne kemi një njësi mace, një mjet mac, I thojmë pad, I cili diametrin e ka 16 cm, qendrën e ka 0. Qendra është ajo pjesa ku duhet kryesore që t'jesh fitues. Tash sa më larg, domethënë I bie që je më larg podiumit, le të themi ashtu.
Kështu që kjo ushtrimet, pajisjet e reja që kena pas mundësi me u furnizu me to, mjetët për gara, që mjetët për gara janë mjashtu shumë shtajta, dhe të them, po dhe që vynë edhe për trajnim. Përkundër gjithë këtive probleme, dhe kemi në problemin edhe me hapësirën ajrore. Hapësira ajrore për momentin ende kontrollohet prej këfore. Dhe ne na duhet merret leja. Duhet merret leja, përveç se duhet merret leja, është afati shumë i gjatë që duhet paraprakisht me paralajmëru këfore. Është 72 orë para çdo fluturimi. Kështu llogaritës sa probleme tani ku jemi në garën tash që po zhvillohet në Golesh, është i bie afër aeroportit ndërkombëtar civil, vetëm një pjesë tjetër e Kodrës, sa pyetje, sa përgjigje, sa sqarime derisa është dhënë leja për këtë garë. Që mos normalisht e kuptojmë edhe atë punë, për shkak se kur je në afërsi të aeroportit dhe lëvizje. Po, këto leje duhet me marrë dhe për ushtrime dhe për të gjitha trajnimet. Për çdo fluturim, në momentin që je i shkoqur prej tokës, le të themi, duhet kemi leje për fluturim. Për arsye se këta operojnë me helikoptere. Për momentin më shumë përdoren helikoptere, nuk përdoren diçka tjetër luftarake. Dhe të ne interferon helikopteri me një farforme, po jo domosdo ata që vinë tek ne, se ne i kena të caktuar pikat ku kena atë fluturim. Domethënë janë të aprovuar, përveç të caktuar, janë të aprovuar nga ana e këforit, ku janë pikat që ne i zhvillojmë këto aktivitete. Kështu që vetëm i vendosmi emrin këtu jemi dhe është e qartë për ta që ne ku gjendemi. Është zona e përshtatshme ku janë duke u mbajtur? Tash për momentin zona është shumë perfekte, shumë është e mirë, shumë është në rregull. Kemi një mbikëqyrje ndërkombëtare kanor për shkak të arritjeve tona, sukseseve tona me pa nga afër, për shkak se ne do të aplikojmë edhe për gara ndërkombëtare të nivele më të lartë të kategorisë 1 si kampionat botëror dhe evropian. Kështu që kemi një mbikëqyrje ndërkombëtare tani këtu te ne. Kemi talent, kemi emra të cilët edhe kanë arritë që të fitojnë edhe vendet para, e dyta, e treta. Kjo tregon që është bërë një përvojë, ndoshta edhe është bërë punë më shumë se sa përvojë për kohën për cilën po flasim, sepse ne po flasim vetëm për këto gara që po realizohen për shembull që 9 vjet, ndërsa në botë dim që kush e di sa vjet janë para nesh, por me rezultate s'do të thotë që po qëndrojnë më mirë se ne. Pa për momentin duhet të lavdërohemi, jemi me rezultate të jashtëzakonshme. Vitin e kaluar ka qenë në Turqi kampionati botëror dhe ne kemi zënë vendin e tretë aty. Faktikisht e humbëm vendin e dytë i bie. Kështu që jemi mirë shumë. Po që nuk është keq vendi i tretë. Nuk është vendi i tretë në renditjen e përgjithshme. Edhe vajzat pilote nga Kosova po bëjnë namë. Është Lisjeta. Po mirë keni kujtuar Lisjeta tha që është e para në renditjen e përgjithshme botërore në kategorinë e femrave. Po. E këtë radhë në këtë gara janë më shumë vajza djerë ka që kanë pilot, pilote? Prej Kosovës janë të marrë pjesë shumë. Jemi mbi 20 në zakonisht na shumë me numër. Në total prej të dalit 95 janë. Edhe vajza po, edhe kena të zhvilluar në pjesën e gjenisë femrore për pjesëmarrje, edhe jo vetëm pjesëmarrje, po edhe faktikisht edhe të mira në rezultate. Që është shembulli i Lisjetës. Do një shtet i ri mori pjesë këtë vit? Pa i shteti ri e ki fjallën që kanë ardhur me vizitu këtu të ne. Po Kina. Korea nuk e besoj, nuk e din që kanë marrë pjesë diku në gara ndërkombëtare këtu të ne. Tash Kina, Anglia, prej gjitha vendeve të Evropës po se po, sidomos rajoni. Edhe këto janë Estonia, le ta themi, që pak nuk kemi zakonisht pjesëmarrje në zakonshme për këtyre shteteve marciale. Ti duke shumë i lumtur, ka shkuar mirë deri tani dhe a keni pasur mbështetje, dalim tek pika kryesore, keni pasur mbështetje për shembull nga Ministria e Kulturës dhe Sportit? Po ekzistojnë rregullore të cilat ne duhet i përmbushmi dhe aplikojmë në ministrinë, ku janë kategorizimi i sporteve dhe në bazë të pikëve të fituara shndrohet në vlerë monetare. Kështu që na nuk kemi keq, për shkak të këtyre rezultateve kemi pikë të mjaftueshme. Ne po na mjaftojnë dhe kemi ndihmë solide prej Ministrisë të Sportit, qeverisë faktikisht i bie, në bazë të përmbushjeve të këtyre rregulloret e kategorizimit. Diku ne kemi qenë total nga federata në vendin e 90, ashtu me
pëntimin, se pënto është edhe në legislacion, edhe në sukses, edhe në gjitha pikat aty që janë në rregullore, duhet të përmbushën masovizimi, pjesëmarrja e femrave në bord, në udhëheqësi federate, numri i femrave, çdo gjë pëntohesh dhe pëntimi është në bazë të vlerës monetare. Shamu këtë vit ka qenë diku 3.000 pika e kategorizimit, ne kemi diku afër 70 pikë, kështu që jemi mirë me financa prej qeverisë. Përveç kësaj, kanë edhe programe të veçanta. Për shembull tani kanë hapur ato organizimin për gara ndërkombëtare, janë plus të tjera për mbështetje. Faktikisht i bie që në Kosovë për financë, besoj, financimi është shumë rregull me federata dhe sport. Përveç asaj është edhe DG Sport, DG sponsorizimi. Zakonisht e financat ka ankesat shumë. Po të na, për shembull, në sasi federat më vogël, le të themi, sukseset që i kemi neve po na jepin shumë pikë. Po, ju japin pikë natyrisht. Po na jep ajo mjaftueshmëria me një farë forme që më imbulu këto gjani. Pjesëmarrja në gara ndërkombëtare, disa pajisje, bordi, sporti është i shtrenjtë, zakonisht është shumë i shtrenjtë. Dhe plus kemi edhe ligjin e sponsorizimit që për momentin të funksionu në mënyrë shumë të rregull. Është, domethënë, mundësitë financiare për një sport elitar, jo vetëm për parallajt, ose të aeronautikës tek ne, në përgjithësi janë okay, besoj. Interesimi i qytetarëve më duket që është i lartë për me qenë pjesë e një sporti, jo vetëm si pjesëmarrës, si shikues, por me marr pjesë edhe vetë. Si mund të bësh pjesë e klubit, për shembull? Ne amatorët si mund të vim aty, për shembull? Amatorët do ta kenë një kontakt, qytetarët e Kosovës, mund ta keni kontakt afër, sa herë diku na shkon më prezentua ata thonë, tu më fluturë edhe unë, faktikisht. Mirë po të ne ekziston edhe Akademia e Aviacionit, kështu që i kemi instruktorët tonë është akademia është e akredituar për aviacion. Regjistrojeni, kryeni ato hapat e nevojshëm që duhet kryeni. Është trajnim? Është dhe trajnim praktik edhe teorik. Po, është i gjatë? Që nga meteorologjia, janë sigur me krahasu me autoshkolla. I bie që ti përfundojmë ato pjesën teorike faktikisht. Teorike dhe praktike. Praktike. Mbas këtyre orëve kur plotësohen janë caktuar aty në Akademinë e Aviacionit tek ne. Janë të regjistruar edhe instruktorë të cilët kanë drejt me praktiku ushtrimin për një pilot të ri që do të bashkohet me ne. Ata duhet të nënshtrohen pastaj edhe licencimit teorik edhe praktik. Duhet ta kalojnë pra provimin edhe teorik praktikisht. Duhet të njihen me meteorologji, një patent, po është me licencë fluturimi. Mirë, kategorizohesh faktikisht, me me paraglide, me hang gliding, me disa, se aeronautika ka disa disiplina. Kështu që kur të licencohesh, je mas një viti vetëm je i gatshëm që ta merr edhe licencën ndërkombëtare. Se ata i duhet licenca vendore, një vjeçare ta ketë, mund të merr pjesë për garat kombëtare, janë të tjerë na i kena mundësuar të marrin pjesë në gara, që i bie direkt po merr pjesë edhe në gara ndërkombëtare, mirë po këto janë të kategorisë 2. Pas një vite e merr edhe licencën ndërkombëtare. Atje nuk ka nevojë më nënshtruar me provimeve gjana vështesë, mirë po përvoja një vjeçare e bën që edhe ta marrë këtë licencë. Po. Mirë, deri me 17 do të jetë kjo garë me numër të madh të pjesëmarrësve. Çfarë do të ndodhë tutje në nesër dhe pas nesër po i bie? Po nesër do të vazhdojmë, ne them me rundë, me ciklet e rundëve, sot ishim vetëm në ciklin e tretë të zhvillimit. Këtu po bën kualifikime si me thënë gjysmë finale? Jo, mbledhen total. Nga 12 hedhje mbledhen numri poenëve. Dhe nëse premton koha, po thonë zhvillohen deri në 12 runde maksimum, është fjala. Mirë po ajo gara është valide të këto kategorisë 2 i themi, edhe pse është ndërkombëtare, i them kategorisë 2, gara është valide me një rundë të kompletuar. Faktikisht gara për momentin është valide, quhet, mirë po në rregulloren që i kemi shënuar për këtë local regulation që i thënë, rregullat lokale të garës, i kemi caktuar deri në 12 runde maksimum. Mund të zhvillohen 10 dhe është ora caktuar kur të mbyllet, nëse kalkulohen pikë dhe përcaktohet fituesi faktikisht. Deri tash ka filluar, domethënë Deri tash ka filluar, është vetëm në zhvillim gara. Dje ishte training day, dita e trajnimit. Jo, direkt ata janë të kualifikuar.
ata që vinë, regjistrohen, ata faktikisht janë të kualifikuar. Nuk mund të regjistrohen nëse nuk kanë licencë kombëtare. Po si do të ndodhë më pas ngarë, kush do të jetë fituesi, kur përcaktohet? Përcaktohet në ditën e fundit. Dita e fundit, do të thonë me 17. Me 17. Deri me 17 kemi kohën që ne duhet të zhvillojmë rundet një pas një, dhe ato kalkulohen se cila mënyrë jo në mënyrë veçantë, ato mblidhen, nga rundi 1 mblidhet, nëse ju keni rezultat po supozoj 2 cm, na kena me centimetra, tani në rundin e dytë je 4, bëjnë 6. Në rundin tjetër ato mblidhen dhe garusi i cili ka pikë më pak, centimetra më pak në tërësi, është fitues. Do të thonë nga numri më i vogël e tutje randitet piloti. Nuk ka kualifikim, le të themi, po vetëm vazhdojmë. Ne jemi pretendent zakonisht faktikisht jo vetëm këtu, kudo që marrim pjesë, sa të shojnë Kosovën që është pjesëmarrje e din që ne do të fitojmë. Kështu jemi favorit faktikisht, jo çdo herë, po thua kemi ka një ngecje ku po di mundet ne gabim me vendosje që gara e fundit për shembull në Spanjë 3 temt ishin 3 nga Kosova ishin në podium në 3 vendet e para. 3 vendet e para. Vetëm që disjeta ishte në vendin e tretë në kategorisë femra. I kishin këto 2 koreanët që kanë marrë pjesë atje në javën e kaluar në Spanjë, ishin një garë e madhe ndërkombëtare. Ato 2 tash kanë ardhur këtu me marrë pjesë. Që me vazhdu. Nga atje kanë vazhdu këtu në garë. Në bazë të asaj që keni parë deri tash, kush mund të jetë fitues, edhe pse po nëse him ne po flasim tash për përmendim favorit, ne po përmendim favorit, ndryshe prej renditjes tonë. Renditja e përgjithshme që jemi në vendin e dytë për momentin, kemi Kinën edhe ne, rezultatet më të mira merren nga 4 pilot, ka Kosova. Ashtu është rregullore e Federatës Ndërkombëtare. Ktu që kemi Fanolin, Fanol Shalën, Artmigjeni, janë Liseta faktikisht, Vetoni, përmeni kështu me emrin, ata e dinë mbrapa se kush janë për vete. Këta janë ata sportistë më të mirë që kemi në top 10 në Kosovës. Këtive i duhet çdo herë të freskojnë pikë dhe të marrin pikë më shumë, për shkak se çdo garë kalkulohen pikë dhe Federata Ndërkombëtare i kalkulon mujore. Në fund qershorit neve na duhet të përcaktojmë një ekip të Kosovës nga 4 mashkull edhe një femër, ashtu është ekipi zakonisht në bazë rregullores, kemi kampionatin evropian në Rumani në tetor. Domethënë në fund të qershorit bëhet kualifikimi për ekipin e Kosovës, që kemi në tetor. Kështu që këta çdo herë kanë me mundu që ta ruajnë ato 4 pozitat mashkullit dhe një nga femrat që të kualifikohen dhe të shkojmë si ekip në Rumani për fratësimin e Kosovës në këtë kampionat evropian. Edhe aty po besoj jo që jemi favorit, po besoj që jemi top favorit për momentin. Gjithçka mund ndodh, mirë po favorit do të jemi edhe do të shkojmë. Nuk do të shkojmë me një të madhe, me vetë besimin e madhe që parashtyj se i kumë thonë asnjëherë mos shkonin ato se shkoni me vetë guxim edhe ndikon, po direkt ndikon në zemërqësi, ndikon në rezultat. Kjo, kështu që ata çdo herë aplikojnë shumë rrjedhshëm. Po kur të dha, natyrisht edhe punon atë. Shkojnë rrjedhshëm, bëjnë garën, i kanë trajnime që i kanë bërë zakonisht, ushtrimet e rregullta që i kanë, e aplikojnë të njëjtat. Jemi shumë të pritur nga secili vend, nuk kemi ndonjë problem. Jemi me një formë dhe dashamirë të secilit ekip, qoftë edhe ata që tash ta përzim edhe politikën dhe nëse nuk na kanë pranuar edhe si shtet, edhe të ta jemi të mirëpritur. A pranojnë humbjen prej neve ata që s'na kanë pranuar si shtet? Përveç të akushia nga veri, jo. Po përmeni këta akushit nga veri, arsyeja se ka ndodhur. Janë në garë këta akushit? Jo këtu, jo s'kanë ardhur. Jo, po në kampionat evropian do të jenë domosdoshmë. Ka ndodhur në kampionatet e hapura viteve të kaluara, shembull në Turqi, e kam më të frest, vitin e kaluar në Turqi, kanë qenë edhe ata në podium, u tani marrë vendin e tretë dhe nuk erdhën. Nuk erdhën. Nuk erdhën me pranuar edhe pse i premtova se nuk do të shfaqim klambur. Tash përqes vetëm pak poshtë në shumë zemërgjell. Shumë zemërgjell në pavorme, për shkak se kemi marrë pjesë edhe në Serbi kemi marrë pjesë edhe ka qenë njëjtë. Na kanë prit faktikisht na kanë prit shumë me një formë si me qenë mbrojtën prej tyre pa probleme, mos me pas probleme me civil. Po që kështu duhet me qenë secili sport, secili individ, mirë po ata i kanë pengesat faktikisht
që ne mund t'i kemi në tarmën ku e di, i kanë pengesat nga qeveria, direkt ndikon qeveria që mos të përzihet flamuri i Serbisë me një farforme me të Kosovës, ku do të qoftë në për podiume, pjesëmarrje, mos t'i presin mirë, ata i kanë ato urnat e vetë, apo besoj që janë vetëm shpalos në edim në të publikisht ato, edhe njëra për tyre ka qenë edhe kjo që kardë interesant mos marrë podium faktikisht me marrë medaljen. Për shkak se është Kosova aty. Në kampionat botror po. Kategorisë një kanë ardhur, domethënë. Njëherë na ka bova aki, u shpalosën dhe Kosova, ose është mbikëqyrje jashtëzakonshme, ajo kampionati i nivelit kategorisë 1 është kampionat botror, dhe ti mos paraqitesh do ta merrni vret ose do të shoqërohesh në mënyrë negative nga palë tjera. Edhe jo pse edhe në Turqi nuk janë shikuar ashtu, se kur u thirr Serbia në vendin e tretë, ata janë kontinuonash, edhe nuk ka ndalë aty në vind. E kupton. Kam një pyetje, kryetari i federatës mund të jetë garues, të mungon gara? Gara faktikisht më mungon, edhe mund të jem garues, ne po bëjmë garë, e kupton? Federata ndërkombëtare na lejon, mirë po disa rregullore të qeverisë tonë jo nuk e kapin llogaritësinë si konflikt interesi. Që realisht edhe mund të jetë në një farë mënyre. Po nuk e besoj ato, arsyeja se te ne do të fiton me mund, nuk jepet përparësi as kryetarit as një secilit individ në mënyrë të veçantë, ato do ta bëjnë me mund, do të rezultatin duhet me pas. Do të kesh të drejtat e barabarta me absolut janë secili, se nuk mund modeli i sportit është asaj që nuk mund ta favorizon, edhe nuk ka ndonjë konflikt interesi këtë rast. Po në parashikim nëse luajmë me Porta ose gjyqtari, nëse janë gjyqtari aty do të jep një përparësi ndoshta në këtë rast. Po supozojmë që do të jep. A këtu dhe ne jo, nuk do ketë, nuk ka në konflikt parashikimi se ti do ta çellon rezultatet. Ti je në fluturim, nuk ndihmon dot as gjyqtari, as kush. Kur ti vjen radha kimë fluturu që më thon jo se tash kushtet më të mira ta lëm kryetarin, flutororin, jo, kur vjen radha kimë fluturu, e ki numrin e caktuar. Gjyqtari që atje lart do të rret me radhë fjalë. Sa duhet me u përfill në fakt kushte, sepse ndonjëherë më duket që edhe neglizhon nga dëshira dhe që mund t'jellin edhe problemet natyrave të ndryshme. Sporti jonë kalkulohet si sport me rrezikshmëri. Mirë po nëse i përmbushim kriteret, e sigurisë, ato që i kanë rregullorët të shkruar te ne, shembull ta marrni një detaj vogël, nëse ju fluturoni mbi 7 metra në sekond, kur forca erës mbi 7 metra, atëherë je direkt në rrezik. Kështu që na i kemi mjetet që i masim, dhe pse duhet të rrezikojmë? Është një kriter që duhet mos të zbatohet nëse ka erë më të madhe. Praktikisht, ose ato ndërprerjet, ose frenimet tona, pse duhet i bëjmë ato? Përveç asaj na kena edhe kurse që të rreziqet, simulojmë rreziqet në ajër, që si me urgjent, faktikisht, jetojnë si kështu shkurtimisht. Jemi në fund. Cilin vend po e fiton Kosova në këtë rast? Duket që Fanoli ishte, sa ishe atje po në shpiton, ishte me një rezultat 1 edhe 2 centimetra. Aty, do më thonë, 6 part janë shumë afer me rezultat. Shumë afer me rezultat. Do më thonë, mund të shë... Fanoli është në garë. Do të kemi në program shumë shpet shpresojmë që triumfues. Apo merita, se nuk kemi minuta në dispozicion për pasën e lidhje, të drejt për drejt se di se është në garë, besu da kemi, do na premtoj edhe avnjut në si me Fanoli, por edhe naturisht edhe afrimi. Afrimi është pjesë, miki ju është pjesë e federatës, ka qenë në udhësit e federatës, merret me disiplina tjera sportive, jo me paraglajt, me deltaplan, po zhvillon atë pjesë shumë mirë dhe janë në pjesën e furnizimit me pajisje me këtë deltaplan dhe shpresoj se shumë shpejt do të zhvillojmë dhe fillojmë edhe këtë kategori të sportit. Le të ecëm mbar siç keni menduar, suksese. Faleminderit ju për